Pa unë për kohë të dashur shikues, po e prezentojmë mysafirin e këtij edicioni. Kam kënaqësinë ta mirëpres për herë të parë në studion e nëpër filmet aktorin dhe regjisorin Alban Goranci. Bashkë do të flasim për filmin e tij të ri të metrazhit të shkurtër që e mban titullin Në kërkim. Për shumë çka do të kemi mundësi të diskutojmë në këtë bisedë, por që fillimisht po ju urojmë mirëseardhje mysafirit ton. Alban, kënaqësi që të kemi këtu dhe faleminderit që pranove ftesën. Shumë faleminderit të Don, faleminderit për ftesën e juaj. Është kënaqësi, si që thash edhe publikut, pra do të flasim sot për filmin tënd të metrazhit të shkurtër, është filmit më i ri që mban titullin Në kërkim, dhe tani si duket të gjithçka është finalizuar, pasi keni kohë që i keni përfunduar edhe xhirimet, dhe filmi është gati për të shënuar dhe premierën më 20 mars në Kino Armata në kryeqytet. Por në fillim dua pak të kthej prapa, si ka qenë si proces realizimi i filmit? Procesi deri tash ka shkuar shumë mirë. Faktikisht kjo është përvoja ime e parë si regjisor, për shkak se më herët jam angazhu kryesisht në aktrim, si aktor, kështu që ndoshta ka qenë ajo sfida kur e merr një rol të ri, edhe pse kam pas dëshirën e kamotshme që me realizu këtë film, ndoshta i ka 3 vite që po e mendoj si ide, edhe thash pse jo këtë vit mos ta realizoj, masi u pjekën domethënë edhe kushtet, edhe u mbledh ekipi bashkëpunëtorët, dhe deri tash në këtë moment që po flasim, ka shkuar gjithçka mirë si në aspektin e paraproduksionit, produksionit dhe tash të qemi në montazh. Sot do më thonë është edhe finalja ajo që po pres me pa të montazhi, edhe jam i kënaqur me gjithçka, me atmosferën e ekip, me bashkëpunimin, edhe me procesin e realizimit. Gëzohem shumë që kjo përvoja jote e parë si regjisore një filmi, po të lënë kështu mbresa të mira, sepse kështu do të thotë që shumë shpejt edhe do t'i rikthehesh punës si regjisor. Unë e përmenda pak a shumë që do të thotë je regjisori i filmit, po që roli jot është i shumë fish në këtë projekt, pasi po ashtu keni shkruar skenarin, keni bërë regjin, luani në të si aktor dhe jeni producent i filmit. Pra, a e ka bërë kjo pak më të vështirë punën për ju, apo ndoshta ju preferoni me qenë më i angazhuar dhe me më shumë role kur realizoni projekte filmike? Natyrisht që t'jep vështirësi ko pas kohë, megjithëse kur është dëshira dhe vullneti që me realizu diçka mirë, diçka përmbajtësore, atëherë besoj që edhe lehtëson edhe etapat e tjera të procesit. Po ndoshta nuk është që ka qenë dëshira ime kryekput që me realizu të këto role, si me thonë, si producent, skenarist, regjisor dhe me lujt në film, po me që ka qenë një ide që ka pas dhe me thonë edhe një burim pak personal, atër kom dash që me ndërmarrë këto role dhe pse jo me sfidu vetën, me pa se në qëfar pike të krijimtarisë jam. Natyrisht më kanë ndihmuar edhe kolegët e mi, që t'i falenderoj shumë, ekipi dhe me thonë kreativ, teknik, mandej edhe konsultimet me regjisor të ndryshëm, me cilët kom bashkëpunu ma heret, cilët i kanë kalu këto fazat ma hershme dhe kanë dash si një farforme me ma trasu rrugën edhe në këtë projektin tim të parë si regjisor. Tjetër. Të flasim pak për temën që shtjellohet në film. Shtjellohet historia e krye personazhit, Arbrit, të rol të cilin e luani ju. A mundesh më na zbulu pak më shumë? Çfarë bën fjalë filmi Në kërkim? Filmi Në kërkim është një film i metrazhit shkurt, dramë psikologjike, për shkak se ka të bëjë me psikologjinë, me të mbrëmshmen e personazhit, këtë rast të Arbrit. Tema kryesore është vetnjohja, po ka të bëjë edhe me të kalumin e tij, me traumen që e ka pas në fëmijë, tash pak po e zbuloj si fabul, ka një të kalumen me prind të cilët janë aksidentuar dhe kanë humbur jetën, edhe kjo një farë forme, kjo traume ka përcjell deri në moshën e më vonshme ku ndodhet tash. Ai mundohet me shëru traumen e vet, por nuk e di se si. Mandej krijon edhe një konflikt personal i cili e distancon prej shoqënisë, edhe e shes shoqëninë vetëm në pamjen nga jashtë, është i distancuar komplet nga ajo. Mandej fillon me disa mendime, vizione çuditshme, që gjithçka është trysni e botës tij trazuar shpirtërore. Kështu që ai mundohet gjithmonë me gjetë atë shtegun e vetnjohjes, me zbulu vetveten se kush është, dhe nga kjo më ka lindë edhe ideja për me titullu Në kërkim. Për shkak se është në kërkim të vërtetës, të vetvetes, të origjinalitetit, edhe të kuptimit jetës. Patjetër. Alban, a ke dash ndoshta edhe me bartë ndonjë mesazh të caktuar me këtë temë që trajton filmi? Filmi në këtë rast e ka atë mesazhin e vet, sado që filmat bëhen për me shpjegu se me tregu diçka të mbrëmshme tonë, një këndvështrim caktuar për jetën, një subjekt cilin ti dëshiron me shtjellu, po mesazhin e ka që njeriu, sidomos në kohënat moderne, është mirë që ndoshta
mu distancu një moment edhe me bo një farloj dialogu me vetë vete, me pas se ku është shoqni. Për shkak se koha shpejt, ritmi shpejt, si që dim, kaosi që ndodhemi, shpesh na distancon, na ftof. Ftof raportet. Po, edhe duke qenë në shoqni gjithmonë, duke ka kalu prej një procesit punës, proces tjetër. Edhe të rëmbejnë kjo dinamizmi. Absolutisht. Edhe ti ndoshta humbe të vetën me rast, kështu që ke nevoj me pas se ku je, me bo atë lloj terapistin po e që me vetë vetën, për shkak se personazhi e ka një moment kur takohet me një lloj terapisti, psikologu, po që është pjesë e imagjinatës tij dhe kërkon disa përgjigje mbi të kalumen. E përmende pak a shumë ti, filmi Në kërkim është një dramë psikologjike. Sa është e vështirë ky si zhanër me e trajtu? Është e vështirë, për shkak se ti duhesh ndoshta edhe me shfletu pak edhe në aspektin e psikologjisë, libra të ndryshëm mbi psikologjinë, filozofinë, sociologjinë, po edhe me konsultu profesionistë fushës, që më ka rënë domethënë me diskutu edhe me psikolog, mbi të cilët e kam shtjellu temën time dhe kam kërku ndonjë përgjigje ma profesionale prej tyre. Kur kam marrë atë përgjigjen pozitive, kam thonë rregull, atëherë duhet të shkoj në këtë drejtim. Po është vështirë për shkak se ka të bëjë gjithmonë me atë prizmin e brendshëm, psikologjik, edhe shpirtëror në këtë rast. Por mua është si herë e parë që nuk më dosht me shtjellu si dramë ose thjesht fantazime në ndonjë element komik. Por ma shumë ka afru ky zhandër edhe kam dosht me trajtu në aspektin e dramës psikologjike. Deri tash pak a shumë pyetje ti parashtrova në rolin e regjisorit, por që tash duhet kthej pak si aktor. Sa e ka qenë i vështirë portretizimi i këtij roli Arbrit, sepse nga ajo që po shpjegon ti, duket se ky djalë e ka një barë më të madhe emocionale për ta interpretuar rolin. Besoj që ka qenë i vështirë. Deri në momentin kur kemi dalë në xhirime, unë i kom pas ato disa me dyshje se si më u qas ndaj këtij roli. E ceka ma herët që ka disa pika që përputhen, ta zonë mes meje si Alban edhe personazhit, po ka dhe të tjera normal që dallojmë, për shkak se ndryshimit të jetëve tona. Na si aktorën, faktikisht në secilin proces të punës, i kemi ato dilema deri në momentin kur ndizen kamerat ose kur je përballë publikut në teatr dhe mandej fillon duhesh me i largu, me njanu ato emocionet, ato ndjesi ndoshta që të pengojnë, edhe thjesht më fokusu në rol, me bo ato më të mirën tonë. Patjetër, është Arbri një rol interesant për ty nga përvoja jote si aktor? Padyshim që po. Ndoshta nëse kishte qenë një film i metrazhit gjatë, e kisha pas një ndjesi edhe më ndryshe, për shkak se aty ki rastin me ndërtu një personazh në gjitha etapat e tij, ndoshta si fëmijë, si i ri, deri në moshë më të pjekun. Po edhe me këta që komponu deri tash, se ka rëndësi edhe raporti që krijon me kolegë, partnerët që i ki në shashgjirim. Prej tyne mundesh me marrë diçka të re dhe me jap një dimension tjetër personazhit. Tjetër, e thash shumë mirë këtë. Alban, edhe muzika mund të themi kështu që ka një rol goxha të rëndësishëm në këtë filmin tënd të metrazhit të shkurtër dhe ti sigurisht ke bashkëpunuar me disa artistë tanë më të jashtëzakonshëm. A mundesh më na tregu pak për këtë pjesë? Absolutisht që muzika ka një rol thelbësor në idenë e përgjithshme që dëshiron me konfiguru regjisorin këtë rast. Muzika ka të bëjë më shumë me të mbrëmshmën e personazheve të tjera, të cilat ky i sheh edhe vjen një moment në jetën e tij kur nëpërmjet muzikës ai kupton emocionet që i fshehin personazhet, që ai i sheh në jetë duke konsumu kafe ose diku tjetër nëpër qytet. Pra muzika ka tension, ka angst, ka frikë, ka ndoshta edhe atë pjesën e absurde, surrealiste që prodhon mendja e tij. Normal, unë insistu në tinguj që me qenë pak ma të vrasht, ma të fort, që ndjelin frikën edhe tensionin. Muzikën më ka ndihmu është edhe motra ime Flaka Goranci. Jashtëzakonshmja Flaka. Faleminderit shumë. Mandej është edhe Ertan Iljas, cili ka punu edhe ai një pjesë tjetër të muzikës, një motiv dhe ma ndryshe. Mandej më ka ndihmu edhe një Krasniqi në dizajnimin edhe përpunimin e muzikës, kurse vokalin natyrisht e kom pas prap Flakën. Poema Dylhasi ka qenë
në rolin e violoncelistës dhe në violin Asim Gashi. Vërtet një ekip jashtëzakonshëm, po me që jemi te ekipi, sepse edhe pse është filmimetrazh të shkurtër, ka goxha njerëz që janë angazhuar në përgjithësi, si e vlerëson ti bashkëpunimin me gjithë ekipin e filmit, përfshirë edhe aktorët të cilët i ke përzgjedhur për role tjera? E vlerësoj shumë secilin prej tyre për shkak se kanë gjetë atë kohën edhe jo vetëm me qenë prezent aty në shoqërim, po edhe me ndihmu me ide të ndryshme, me këshilla, sepse normal kanë qenë edhe më të pjekun në këtë fushë, në këtë drejtim. Për aktorëve kam pas Avni Dalipin, Amar Havzin dhe Fitore Ramën, cilët i falenderoj shumë për gjithë kontributin e tyre që e kanë dhënë në film. Mandej asistente regjie ka qenë Gjeraldina Krasniqi, skenografe Deltina Sylla, kostumografe Leonita Krasniqi, kurse në aspektin teknik më ka ndihmu Leutrim Bajrami me kamerë. Tonist ka qenë Ilir Veseli, në organizim gjithashtu më ka ndihmu përsëri Amar Havzi, dhe montazhin e filmit i cili është ende duke punu Ersin Shamli. Përshëndesh në gjithë ekipin edhe uroj shumë që të bashkëpunoni sërish në projekte të tjera. Alban, më intereson pak ta di, cilat janë temat që ta zgjojnë kështu pak më shumë kurreshtjen për të bërë pjesë e një filmi, qoftë si aktor apo si regjisor? Kryesisht më pëlqejnë temat që kanë bëjnë me mendimet e individit, që ndoshta janë pak më ndryshe. Jo në aspektin shumë sipërfaqësor, që mund të konsumohet shumë lehtë, po temat që shtjellojnë ide për të ardhmen se si mundet me ndryshu bota, ose që janë një prizëm pak ma misterioz, ma të fshehun. Si në aspektin tash që po flasim si dramë psikologjike, po ndoshta në ardhmen kisha dashur me trajtu edhe një temë që ka të bëjë ndoshta nga fantazia, mënyrën se si e shohim botën ndryshe. Këto janë pak a shumë idetë. Unë shoh dhe filmat huj, më pëlqejnë shumë, kam regjisorën e preferuar Stanley Kubrick, Wes Anderson, mandej Martin Scorsese, secili e ka çështjen ndryshe, konceptin e ndryshe regjisorial dhe sistemin metodik me cilin punon, edhe prej secilit ndoshta frymëzohem, për shkak se ata kanë shtjelluar edhe temat luftës, po me një karakter krejt tjetër, i kanë dhënë një ngjyrim shumë ndryshe, mandej ka pas edhe filmat komedi të zezë, me humor pak më të hollë, ose aventurë e kështu me radhë. Mirë, tani që ke krijuar pak përvojë dhe prapa kamerave, cilën punë po e shijon më shumë, atë të regjisorit apo aktorit? Unë mund të thonë që këtë punë kum shiju shumë, më ka pëlqyer dhe jam ndje mjaft i kënaqur me gjithë mbarvajtjen e punëve, po unë jam unë identifikohem si aktor. Për shkak se kur jam në skenë vetë ndihem i gjallë, edhe je gjithmonë veprim, je gjithmonë kërkim të mënyrave të ndryshme të interpretimit. Është ndoshta pak mas filice, për shkak se ki edhe lodhje të mëdha fizike, po në këtë rast puna e regjisorit ka edhe lodhjen më të madhe psikologjike, sa më ka ra, për shkak se ti duhesh me mendu për gjithë procesin e punës, më konsultu me kolegët, me bashkëpunëtorët, edhe me ndihmu, edhe normal edhe ata me ndihmu, kështu që puna bëhet, ndoshta është pak më e vështirë. Patjetër, po që ti të pëlqen me sfidu vetën, kështu që kjo është gjë e mirë. Po, kam menduar që është momenti i duhur që me eksploru ndoshta te bota e regjisorit, më marr pak edhe me këtë punë. Se sa më herët aq më mirë. E përmenda më herët në fillim të bisedës që filmi e shënon premierën më 20 mars në Kino Armata në kryeqytet. Çfarë mund pres publiku nga kjo shfaqje e filmit dhe a mendoni me dërguar atë edhe nëpër festivale të ndryshme të botës, pse jo? Po, pas premierës në Kino Armata në fakt do të jetë me datën 21, është një konfirmim i ri, kështu që mirë që po e përmirësojmë që mos po, gatrojmë publikun. është ditë e premte me datën 21, edhe mendoj me pas atë premierën një përshtypje të parë se si po pritet filmi, si ka shku, edhe mandej e mendoj që mi dërgu në për festivale të ndryshme, që me pa edhe sa ka interesim prej tjerëve, si është edhe opinioni ndërkombëtar, edhe mandej ka mandej një mënyrë tjetër që me bo dhe një premier tjetër kur është ma të madhe në Kosovë, edhe mandej të shohim. Do tjetë e pritur, sigurisht. Alban, nga përvoja jote personale, a është vështirë me u marrë me film në vendin tonë? Besoj që po. Ka vështirësit e veta, ndoshta edhe financiare, nuk është që se cili filmat gjenat përkrajnë
monetare që duhet për me plotësu gjithë idenë, konceptin që ka në këtë rast regjisori, producenti, gjithë pjesëtarët e tjerë të ekipit. Ndoshta këto mund me hasë kryesisht vështirësi edhe duhet më atëherë me gjetë format e tjera dhe formë qoftë edhe improvizim për me arrit deri te ideja që në këtë rast mundet me qenë edhe cungume për shkak të këtyre disavantazheve, po nuk i kemi hala ato kapacitetet që lipsen të jenë siç i kanë për shembull shtetet e zhvilluara që kanë krijuar edhe industritë e tyre të filmit. E kanë domethënë secila një filozofi, një identitet, qoftë Italia, Gjermania, Suedia, Anglia, kështu me radhë. Ne ndoshta duhet me punu edhe në këtë drejtim që pse jo mos me eksploru edhe ide të reja në për zhandre të ndryshme që i ka filmi. Deri tash kemi pas kryesisht drama, kemi provu pak edhe ka komedia, pak aksion, po ka ende hapësim ku mundet më punu. Pres që duhet me pas një përkrahje më të madhe financiare, edhe institucionale në këtë rast. Po këto janë sfidat për cilat besoj që secili krijues punon. Punon edhe me njëri tjetrin, bashkëpunimi duhet të jetë më i madh mes njëri tjetrit, pse jo mos me i shkëmby idetë, mos me bëu diçka edhe më të madhe për sa që kemi pa deri tash, sepse ne kemi shumë regjisorë, sidomos regjisorët femna që kanë arritur një sukses madhor në kinematografi, edhe prodhimet e tyre janë plasuar edhe në tregun e jashtëm e kanë arritur suksese si në Sundance, në festivalet e ndryshme të kategorisë A që janë me renome ndërkombëtare dhe duhet punojmë më shumë edhe të rrisim bashkëpunimin mes njëri tjetrit. Ke një mesazh shumë pozitiv dhe ne gjithmonë e mbështesim mesazhin e tillë edhe ne si media mundohemi që të bëjmë maksimumin për të promovuar filmin, për të promovuar talentin e filmbërësve, qoftë edhe aktorëve, regjisorëve, producentëve tanë të rinj, të cilët me shumë vullnet po realizojnë filma me kushte të jashtëzakonisht të vështira, siç ne e dimë që janë në një vend vogël si Kosova, po që sukseset nuk na kanë munguar dhe kjo është valjush. Shumë e vërtetë. Mirë, jemi në fund të bisedës, Alban, si duket viti 2025 për ty tutje, cilat janë projektet që të presin gjatë këtij viti, a ka diçka që do në menda me shikuesit tanë? Momentalisht po punoj me një projekt teatror. Domethënë është tek 2 javësh i fundit i provave që shumë shpejt do ta ketë një premier. Mandej jemi duke punuar edhe projekte tjera, i qoftë lexim skenik, qoftë performanca teatrore. Dhe duhem duke marrë edhe me pjesën e filmit, me filmat shkurtë që bëhen domethënë me kompani të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, kështu që këto janë për momentin angazhimet e mia, ndërkohë jam duke menduar edhe për plane ndoshta edhe në ndonjë emision në televizion, kështu që jam i hapur edhe mundësi të reja që më ofrohen. Falenderoj shumë për kohën, falenderoj që pranove ftesën tonë edhe një herë. Derën e Koavizionit e keni gjithmonë të hapur për promovim, të mirëpresim me të gjitha sukseset. Shumë faleminderit Edon, ju uroj suksese edhe mbarësinë VM.